Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se ka të dhëna të qarta nga institucionet e sigurisë dhe inteligjenca e Kosovës për përpjekjet që tubimi serbëve të shtunën në Gazimestan të marrë për masa të mëdha dhe të nxisë tensione. Në adresimin e tij gjatë mbledhjes së qeverisë, Kurti theksoi se për festën e Vidovdanit janë organizuar grupe serbësh nga Serbia, Malezi dhe Bosnia-Hercegovina për të hyrë në Kosovë me qëllim që të marrin pjesë në këtë aktivitet, i cili, siç tha ai, tradicionalisht ka qenë i mbushur me provokime. Kurti theksoi se këto grupe shpesh bartin simbole nacionaliste, serbe dhe ruse, veprime që ai konsideron jo vetëm si shkelje të Kushtetutës së Kosovës, por edhe si kundërshtim me vlerat evropiane dhe demokratike që promovon shteti i Kosovës. Pushteti në Serbi mund të shfrytëzojë elemente destruktive për të nxitur incidente në Gazimestan. Sipas vlerësimeve të institucioneve tona të sigurisë dhe të inteligjencës, ka përpjekje që tubimi në Gazimestan të jetë sa më masiv. Prandaj janë organizuar grupe serbësh nga Serbia, Malezi dhe Bosnia-Hercegovina që të vinë në Kosovë nesër. Tradicionalisht, grupet e tilla kanë qenë provokuese duke bartur simbole nacionaliste serbe e ruse që bien kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe janë gjithashtu dhe kundër vlerave demokratike dhe evropiane. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të mos bien pre provokimeve dhe paralajmëroi se institucionet nuk do të lejojnë asnjë cënim të rendit, sigurisë apo paqes publike. Vidovdani shënohet si festë kombëtare dhe fetare nga serbët, por ka edhe rezonancë më të gjerë në Ballkan për shkak të ngjarjeve historike që lidhen me të.